dëgjoj lajmin ekskluziv. Te Interi në fushë duken sikur çështja është shumë e qetë dhe dhomat e zhveshtë, por ka shumë probleme. Një burim i imi që është shumë i afër është mik i familjes, punon në restorantin Botinero, kush e di e njeh që është restoranti Kapitet Zanetit, edhe javën e kaluar, ditën e premte në restorant kanë qenë italianët, përveç Pius e Darmian, pra Çelebi, Bastoni, Fratezi, Barella, Di Marco, Thuram dhe Çalhanoğlu. Edhe Shkarazi kishte dëgjuar se si Lautaro po merr gjithë të mbështetjen nga zyrtarët e lartë të klubit. Dhe kjo gjëja ka filluar që në dhomat që para ndeshjes së dytë me Barcelonën, sepse siç ishte dëgjuar atje, ka thënë Lautaro që unë duhet të jem patjetër në fushë sepse pa mua ju jeni dobët. Dhe nga ajo gjëja pastaj ka nisur problemi i Çalhanoğlu, si ndodhi dhe ajo që ndodhi në verë dhe Lautaro doli bëria deklaratën e shëmtuar që kush do të ikë, kush do të rri, edhe që Interi ka probleme dhomat e zhveshtë, kjo është e sigurt. Dhe unë kam vënë re shumë herë. Kur në ndeshjen në fundjavë që Barella humbi atë rastin pas pasit Lautaros, ajo lëvizje Barellës bëhet shumë. Gjithmonë sa ka topi Lautaro, shumë rrallë herë merr pasimin Barella në atë moment. Bastoni gjithmonë e provon atë lëvizje me topat gjatë që na mbrojtja. Që Interi ka probleme dhomat e zhveshtë, unë këtë e di dhe këtë e kam thënë, sepse normalisht ajo deklaratë që erdhi nuk erdhi vetëm në drejtim të Çalhanoğlu's, detyrua Marota që ta mbulonte atë se çfarë Lautaro bëri dhe dhajmin e Çalhanoğlu's, sepse ishte edhe për lojtarë të tjerë. Dhe për pjesën që Lautaro merr mbështetje nga klubi, kjo gjithë e din, kush do thotë jo gënjen veten kot, sepse doli Zanetti, ish legjenda e Interit, legjendë e padiskutueshme e ekipit ton, dhe mbrojti duke thënë që kritikat për të janë të pavënda dhe ai ish lideri i ekipit.